e të dyshimit? Nuk e di, po jam intervistuar. Veç pak ju lut, na e kusht civil. Çfarë ke thonë gjatë intervistime? Besoj që kamerën e rrethove. Si dhe mendoni çka më qenë video ose të fundimi krejt kësaj? Ka ndryshe të Jo. Këpos, në mund që unë duhet më lirin për Zoti Vishtako, çu komentoni pranimin e misive speciale në Mesnat në Skënderaj? Kjo është tepër e rëndë për qytetarët e këtij vendi, sepse nuk e meritojnë qytetarët e komunës tonë, nuk besoj që e meritojnë edhe komuna tjera, që njësitë speciale dhe në anë gjata vinë dhe ta provokojnë qytetarën e këtij vendi, që i ka dhënë shumë Kosovës. A mendoni se është bëmë urdhë politik? Unë besoj që nuk duhet më shkutërfon ata, pa arsye dhe pa nevojë. Ata janë policë Kosovës, që ne i respektojmë shumë, ata janë vëzrit, janë baballar ditur. Po, unë mendoj që kjo që kanë thënë, kjo është domthonë politik. Albin Kurti don që përmes aksioneve të tilla domthonë që viktimizohet dhe në kushte normale, unë nuk po dashur të më intervistu fare. Unë e thash edhe më herët që kjo është politikë dhe Albin Kurti don që përmes formave që ai ka zgjedhur, që viktimizohet dhe ta përdor pushtetin për arsyet që ai din më së miri. Mendoni që po e ndërlidh këtë moment me fushatën politike për zgjedhje që kemi? Absolut po. Nuk e di ndryshe. Unë e falenderoj gjithë. Allah të ruaj nëse Hajde vazhdojmë. Veç